Dritroi me Ismailin, si kishin marrëdhënie? Ismail Kadareja kishte shumë nderim për Dritroin dhe thoshte, është njeri i mirë Bujar, thoshte. Thelbi, ai orientohesh nga thelbi. Por mos harro, sepse kjo është historia gjatë, ato ishin individualitete, xhelozirat. Kishin xhelozi mes njëri tjetrit? Po normalisht që kishin. Kishin xhelozi. Po është normale të kenë. Ka një histori që ti mund ta tregosh që ata, do thënë, nuk ose kanë shkuar jashtëzakonisht mirë ose kishin diçka, se ata ishin dhe komshi. Ishin komshi dhe edhe emri të nënave kishin një sëm duket, Hatixe më duket, kishin një për me duket kështu. Po? Ishin Kadareja ka 3, ai ka 4. Nga herë ngatroheshin neve thosh sa di Bujar pa ke poshtë Kadareja. Se ngatroheshin 4 kur shkonin ke shtëpia vjetër. Po shute shtëpia dhe futeshin te Dritroi. Po ngatroheshin 4. Po. Kadareja ka theksuar një moment shumë të bukur thot kur kanë qenë diku jashtë shtetit dhe Dritroi kishte statusin që do të ishte dhomë vete sipas asaj. Dhe zgjohet Dritroi thot, shko ti thot Ismail thot se ti e meriton atje ose ky gjest Kadareja nuk e harron këtë. Tani un kam dhe një kujtim vet personal kur në 2007 mos gaboj ose 2008 erdhi një propozim që Dritroja Gollit ishte kandidat për çmimin Nobel. Un kam qenë aty. Dhe kam qenë duke intervistuar. Nga erdhi propozimi? Po vazhdonte akoma ajo lidhje shkrimtare aty. Kuptohet, ishin ato gramat e Limoz Dizdari, po. Dhe jo Limozi, duhet të ketë qenë mos ka qenë ky Morava. Po. Dhe ai e mori propozimin dhe e grisi. Shqipëria tha ka vetëm një kandidat për çmimin Nobel, quhet Ismail Kadareja. Dhe unë kam shkruar në gazetat te Tirana Observer. Këtë ka thënë, kjo është filmuar dhe ke filmi për Kadareja që ka bërë Pira Milkani, ku ishim neve në Moskë. Jo në Mos, ishim në Mos, por kjo ishte pjesa në Jovenilia. Këtu, por erdhe, ne kishim lënë që do vinin, do takoheshin 2 shokët e dikurshëm, Kadareja dhe Agolli. Mbasa vitesh? Shumë vite, si ishin takuar. 20? Jo, më pak, edhe mi po Dritroi nga që si gjendë mjeshtësore, shoqëroi gjithmonë nga Sadia. Po Elena mungon dhe kështu që unë tash ngela unë si për lloj ekuilibrit, themi, dhe ishte shumë ftohtë, ishte tetor për shumë ftohtë kishte në shi. Dhe u takuan, a? U takuan aty dhe mbaj mend dhe i tha, se edhe dri nga ftohtë i përnosha nga mos, po edhe Sadia. Kush po dridhe? Të dy ndoshta nga ftohtë edhe nga Ismaili dhe Dritroi? Jo, Dritroi dhe Sadia. Ismaili ishte stoik, çfarë kohë fare. Po, pse jo. Dritroi dhe Sadia po dridheshin. Po, ndoshta nga ftohtë. E kuptoj. Edhe i tha Kadareja Sadies, i tha, po pse po dridhesh ide? Po tha, ti tha më ke njohur me këtë burrë mua që martoh, se e ka njohur Kadareja, kur martoh Kadareja. Po, e kam atë foton e dasur? Dhe i tha, ç'ke bërë me Dritroin neve, tha, do ta dishit ç'ke bërë neve. Edhe, po do të zjerë, në fund të them ajo për të përgjigje pyetjes tuaj, Ungrit dhe i tha, të çmojmë mbi veten, po e tha shumë dramatike si ato. Të çmojmë mbi veten. Dritroi i tha Ismailit, të çmojmë mbi veten. Po, e ke në film. Ose e tha të bukur edhe si një aktor. Edhe kështu me interpretim. Shumë dramatike ishte edhe bukur edhe. U përqafuan? Jo, nuk besoj, jo. Nuk përqafohen ata kishin, ata ishin si heronjë të Homerit. Po burrat ashtu janë thonë. Nuk përqafohen burrat, po. Foto tjetër. Tani se ka një renditje, pastaj do flasim për Kadarejen. Tani je nga botuesi Ismail Kadares, je botuesi Bemblushit. Po. Si është Bemblushi? Tash duket si një diçka atipike, besoj kur folën për gjithë këto dhe erdhën tek Blushi. Është krejt natyrë tjetër. Sjellja me Blushin si autor, ardha e tij tek ne. Por ajo që unë të çmova ke Blushi ishte serioziteti i tij, që ai gjatë gjithë procesit të librit ka qenë shumë bashkëpunues dhe shumë interesuar se si gjërë do të evoluonin.
Sigur që Onufri ka një përvojë të gjatë me autorë shqiptar, nuk ka bujën armën dhe vete, po të bëj ato gjërat, po themi, të flasi më shumë se ç'duhet, por duke rritur sensin e masës. Dhe më duket që ky bashkëpunim ishte pozitiv për të dy palët. E para, ne dham tek libri gjithë përvojën tonë, Blushi na solli neve gjithë vëmendjen e medias në panajër, dhe ajo që unë duhet ta theksoj dhe e kam thënë disa herë, që libri, vetëm një libër ka botu kjo unë, dhe u shqit në mënyrë të tillë që asnjë shkrimtar shqiptar nuk ka shqitur deri më sot tek Onufri. Me njësi kohe të shkurtër, aq shumë libra. Nuk mund ta besoj. Dhe vetëm Kadareja ka thyer këto rekorde. Kadareja ka këtë që ka gjithë vjetore, gjithë jetë. Nuk e ka sezonale. Po, ne nuk që përballë njëherë me një stohi të tillë siç ishte kjo. Tani unë kam bërë një parashikim që Ben Blushi pas 20 viteve do jetë kandidat për çmimin Nobel. Ti je dakord me këtë apo ja fus kotun? Lame, parashikime të tilla unë nuk bëj, sepse askush nuk mund ta di se çfarë e ardhmja sjell. Dhe çmimi Nobel ka treguar që jo, kandidat thash unë, nuk i dhash çmimin Nobel, se se hapun çmimin. Kandidat për Nobel mund të jenë gjithë njerëzit, çdo njeri që shkruan është potencialisht një kandidat. Jo, pa duhet të propozuar, se varet se të propozim. Propozimet i bëjnë akademit, i bëjnë nobelistët që janë gjallë. Që e kanë marrë titull. Po, nobelistët që janë gjallë, akademit, profesorët. Okej, foto tjetër. Tani kthehemi prap. Një pjesë e jote e rëndësishme se bashkëshortet do t'i kushtoj një foto të veçantë, po unë jam shumë i kënaqur që jo thjesht kam mik Bujar Hudhri dhe ata që të njohin, por ti ke familjen te shtëpia jote botuese dhe nuk ke vetëm bashkëshorten, por ke edhe 2 fëmijë si 2 yje. Dhe këtë fjalën yjet e Bujarit, unë e kam të huazuar në fakt nga një punëtorja jote, por është pak të thuash punëtore, Kadria Kadare, yjet e Bujarit. Davidi dhe Engji janë me të vërtet 2 yje. Kadria thoshte, s'janë kalametet tuaj të thotë, dhe me që s'dion të bëja këse kalametet. Si thoshe ka kuja? S'janë kalametet tuaj. Nuk janë të tu të thoshte? Po të kujtë që ishin? Pa thoshte në kuptimi që si e ti, se kuja nuk lavdron asnjëherë përveç Kadares. Askush se ekziston në jetën e saj përveç Ismail Kadare. Do të pyes ata. Tani më thuaj diçka për Engjin dhe për David. Unë, Landi, kam pasur ja, kthe mbrapa të lutem regjia. Unë e kam pasur shumë shqetësim një gjë. Po? Se si kjo shtëpi botuese të jetoj sa më gjatë. Dhe kjo vjen natyshëm nga objekti i saj që është libri. Dhe një libër do të jetoj sa më gjatë. Po? Dhe nëse unë fjala vjen, nuk do të kisha fëmijët me vete, vjen një kohë që ne do ta mbyllim. Po si do ta mbyllësh? Sepse libri është, shtëpia botuese është si një pemë e cila nuk lidh fruta për mua, për brezin tim. Për ato po. Kjo është lërpënësi. Dhe e kam mbjellur për ato dhe kam dashur që ato ta vazhdonin, por do t'ju them këtë gjë. Unë nuk kam insistuar me çdo kusht që ato të vazhdojnë. Jo, nuk kam insistuar me çdo kusht. Por duke patur parasysh, unë ka bërë këtë gjë, që ishte në dorën time ta bëja, të mos i çoja apo t'i çoja jashtëtit me studime, siç është moda sot. Nuk i çoj sepse e dija që nosha s'do ktheheshin dhe e kam thënë edhe herë tjetër që lumturia ime do të ishte që ato duke u rritur në shtëpi botuese, në këtë universitet të madh, duke pas ti përballë Ismail Kaderin dhe lehtësi më të mirë shqipe, nuk ka shkollë më të madhe për dikë për të bërë botues, sepse nuk ka shkollë për botues. Engji për shembull është më e vogël se sa shtëpia botuese e Onufrit. Kurse Devi ka lindur pothuaj natë muaj ku ka lindur edhe shtëpia botuese e Onufrit.